Ka disa pasazhe në Bibël që na tregojnë neve. Identiteti zbulohet në veprimin e dëshmisë. Kur Mojsiu e pyeti Zotin për emrin e tij, ai tha: "Unë jam ai që jam." Kjo ndodhet te Eksodi, kapitulli 3, vargu 14. Jo thjesht unë jam, por ai që jam. Kush ka nevojë për dëshmita? Zoti zbulohet në atë që bën. Jezusi tregoi berdydjen. Njëri tha: "Nuk do të shkoj", por shkoj. Tjetri tha: "Do të shkoj", por nuk shkoj. Cili bëri vullnetin e atit? Ai që veproi. Kjo ndodhet te Mateu 21, vargjet 28 deri 31. Pastaj ai I qortoi prifërinjt. Gjoni erdhi t'ju tregoj rrugën e drejtësisë, por ju nuk I besuat. Por ta grëmbllëvesit dhe prostitutat I besuan. Autoriteti I Gjonit nuk ishte në një titull. Ishte veprimi I drejtë, përmes veprimit të drejtë. Dëshmuar në peves. Dhe këtu është pika ku bëhet vërtet domosdoshmëse. Pietri u përpoq të ndalonte Jezusin të vuante, dhe Jezusi ju përgjigj: "Largohu prej meje, Satan. Ti nuk ke në mendje gjërat e Perëndisë, por vetëm ato njerëzore." Kjo është te Mateu, kapitulli 16, vargu 23, dhe te Marku, kapitulli 8, vargu 33. A u shfaq mëkatin në hir? Ja, sigurisht ja. Zërin e thellë të tundimit, frikës së madhe dhe vetëm mbrojtjes së tij, Jezusi e emërtoi qartë dhe e kaloi pas tij, sepse ai Zë I brendshëm nuk ishte identiteti I tij I vërtet dhe I shenjtë. Ai dësmoi e lëvizi pas tij. Pra, kur e bë këtë, çfarë të mbetur? Çfarë mbetet? E shikon, ti nuk je zëri brenda kokës satër. Identiteti është ajo që bën në përputhje me vullnetin e Zotit në tokë, ashtu siç është në qiell. Dhe kjo është nga Mateu, kapitulli 6, vargu 10.